Situata që përshkruan është një moment tipik i tensionuar dhe i ngarkuar emocionalisht brenda një formati si Big Brother, ku çdo fjalë, çdo nënkuptim dhe çdo krahasim merr peshë shumë më të madhe se sa në jetën e përditshme. Hyrja e Landit në shtëpi dhe mënyra se si ai drejtohet Mirit nuk është thjesht një bisedë e zakonshme mes dy personazh, por një ndërhyrje e drejtpërdrejtë në mënyrën se si Miri po e percepton dhe po e menaxhon marrëdhënien e tij me Selinën. Që në fillim, Landi përdor një ton që duket sikur është miqësor dhe këshillues, duke i thënë Mirit jemi drejtim, mos u merr me Selinën. Kjo fjali, në pamje të parë, duket si një këshill e thjeshtë, ndoshta edhe si një përpjekje për ta mbrojtur Mirit nga diçka që Landi e konsideron të gabuar apo të rrezikshme. Por në thelb, ajo është shumë më tepër se kaq, është një përpjekje për të ndikuar drejtpërdrejt në zgjedhjet e tij, për t'i orientuar mendimet dhe për ta larguar nga një person specifik. Më pas, mënyra se si Landi e zhvillon bisedën bëhet edhe më e fortë dhe më e ngarkuar me nënkuptime. Ai e sjell një krahasim me një këngëshie